Hello, mirëmëngjes në një video të re. Outfiti për sot për në shkollë. Adhurim. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Hello, mirëmëngjes. Sot jemi bërë gati me kostum sportiv sepse jemi për yoga në Durrës dhe është një event. Dhe shiko sa bukur kanë flokët. Hello Alvio. Tula. There's no way to speak or reach out my hand, watching the paper slowly unfold, bracing for news that I can't bear to hold. While I'm singing this song to myself, I sing this softly to myself. Tore up my jeans on the fence. Hello, nga dita tjetër, sot ishim në një event shumë të bukur që kishte planifikuar dhe kishte realizuar Sara Karaj për brandin e saj të skincare-it. Edhe u kënaqem shumë sepse ishte për kujdesin për veten, kishim një seancë yoge, edhe nuk e di, jam kënaqur, isha me turën, erdhi na sot dhe Alvi, edhe tani mora frymëzimin që dua të nis aktivitet, dua të nis jogën, se realisht e kam shijuar edhe gjithë këto vite, një vit që nuk kam bërë aktivitet, kam bërë ndonjëherë në një ditë në shtëpi, po më kishte munguar. Në fakt unë ndjeva shumë mirë. Gets me almost every time in the midst of summer, watching it in full bloom always makes me wonder when we were just kid, barefoot on one last time. Hello, nga dita tjetër do të kemi një supermarket haul sepse bëm këto pazaret e javës që bashkë me Artja. Edhe do t'ju tregoj sepse e di që i keni shumë qejf dhe kemi marrë gjëra shumë të shijshme. Sot për drejt do gatuar në ramen, por t'ju tregoj çfarë morëm. Morëm salmon. Këtë marrim gjithmonë në antipako e bëjmë me kullë dhe është goxha e shishë. Morëm makarona të freskëta, nga këto 500 gram. Morëm, se i kam vendosur fillar. Morëm karqof. Ta shumë, si snack. Morëm nga këto kos me fruta, janë me shirë të ndryshme, me ananas, me kasi dhe banane vleshtyre. Unë kam qef me ananas, janë të preferuar të mija dhe gjithmonë i them Alfios. Alf mos mi ha me ananas, sepse i adoroj. Morëm brum italian për pizza, janë shumë të mira. Kemi shumë qef, janë bënë dhe këto pizzat pa salcë, edhe ndalin super yummy.
Morëm, këtu duhet të ketë kërkuza. Morëm karota për ramen. Morëm salcë. Jo, i ka marrë salcë me kërpudha dhe mendoja se i kisha marrë salcë me tartuf, sa i natë, ka marrë këtë. Po edhe kjo me sanduiqe, ashtu si që bëjmë ne, del e mirë, po doja me tartuf. Mora krendjasi, që është shumë i mirë tek me drejtë, është shumë i lirë. Dhe e kam qef se Philadelphia vjen pak e ëmbël dhe nuk më pëlqen ashtu. Kjo është 1000 ca lek, por më besoni, është super yummy, duhet të shkoni ta provoni. Mora hummus me qiqra, me susan, shumë e mirë është. Mora pesto me bërzelok për të bërë sanduiç me pesto, me domate dhe me bërzelok. Bërzelokun e dini çka, unë e marr tek komshia, sepse komshia ka vendosur të hyrë se i mbjell thar me kohë. Edhe i them Alvio, Salva i shkoj këmer atje ku bëjnë dhe makarona. Dhe Alvio ka shumë zorë të marri. Mori një herë, kështë marrë 2-3 gjethi. Thash, po ku na dalin këto i mirë më kështë sjellë pastaj një kështu, një deg bërzeloku, se ka naj bërzeloku i madh që është ai vogli që ka shumë aromë të mirë. Dhe kështu, po tani ka zën pak si miza, si na i pluri bar, dhe vjen shumë njatë. Morëm spek, morëm 300 gram, dhe speku i MD-s është shumë i shishëm. Morëm pjadina, për të bërë pjadinë edhe me perime, dhe shumë mirë me hummus, ta lyrim, është dhe e shëndetshme. Morëm një ananas, kam ditur edhe këtë dritë të mbrapa për të bërë një atmosferë sa më kozi. Morëm mandarina, ka ardhur sezoni mandarinave. Këtu çfarë ka? Këtu kemi, shikoni, kjo ishte 28.000 lekë kilja dhe është Kipolina e freskët, po kjo është shumë që si kemi provuar për këto ushimet azjatike, kur i hedhin, nuk i hedhin si qep, po ka të shire me qepës, dhe thash unë sot do gatuaj ramen, po është kjo e hodha si bar, shkoni se si bar për mace, edhe fakt aromën e qepës e njom, edhe unë e kam shumë qep, edhe e gatuaj në hedhin ndonjëherë në mish, edhe jepa e shie shumë të mirë bifteka, edhe ishte shumë, vajti kjo, vajti 1200 lek, ne morëm pak, po. Morëm 2 avokado bio. Morëm gjithashtu salam të ndryshëm. Morëm si ky që është salcicet boçkla, disa të shishme ta poliken në Gjermani. I ki marrë gjithmonë sepse aty ka tek Aldi, këto ka te ereve, jeni me fat. Kurse këtu mund të gjej vetëm këto, po i parafrohet pas të shije. Morëm salam tjetër. Më italisht nuk jam shumë mirë, që kështu t'ju a lexoj zdi filone di salami. Italiania juaj. Dhe pastaj kemi dhe këtë salamin tjetër, që edhe ky duke shumë i mirë. Të janë salcice shtëpie të ëmbla. Këto bëjmë kështu një si sanduiç, jemi inspiruar nga muzizanave dhe pse nuk e provuam te në qendër, marrim si këto bageta që i pjekin vetë. Këto janë bageta, këto kushtojnë goca, janë shumë të mira, 900 lekë, edhe i pjekin vetë. Kur duam që të bëjmë një sanduiç, edhe të jetë ajo buka e ngrohtë dhe krokante, janë shumë të mira. Më ndisni furrën në 270 edhe i këto piqen për lezet. Edhe i hedhim si ky salami tradicional, ose marrim salam vëndi, po duhet të jetë kështu si salcice dhe pak të tymosur. I vendosim domate të thara në vaj ulliri. I vendosim djath, kaçkavall, plus është një djath tjetër që e bën nëna e Alfios, që është si djath dele, për shumë i mirë, e bëjnë kush është na Gramshe na Kukri, e kanë tradit, edhe ai piqet
sepse kështu është shumë i fortë që të hahet, nuk di ta shpjegoj dhe nuk e di se si quhet, por di të them që në tost kur e pikim atë bëhet aq i mirë dhe sanduiçi del fantastik. Mund t'i edhe pak arra sipër dhe ja ku bëm një sanduiç super yummy. Pastaj kam shumë qef këto me këtë air zone këtu. I marrë tek modele, janë shumë të mira, i adhuroj dhe gjithmonë i shoqëroj me pak spek edhe kështu për snack. Morëm pastaj këto rizit mineralke, na hahet në një qop. Morëm si këto salat me frutadeti, ishte 5.000 lekë një copë, po janë të mira kur vinë ndonjëherë shpejt dhe s'ka nerva të gatuaj. Mund të ha këto me çik sallatë jeshile me pak bukë të thekura, ku ka më mirë. Edhe morëm 2. Morëm pastaj një misër. Një misër. Që t'ja hedhim ramës. Edhe morëm këtë pjeprin, që është ky pjepri kështu si kungull. Edhe e kam shumë qef. Gjithmonë më kujton Spanja, në Spanjë hani shumë si ky. Kurse këtu në Shqipëri, këto marketet e kanë. Në parasysh është kështu si i bardhë brenda. Tani inshallah kemi fatën në atyron i ëmbël. Dhe të gjitha këto gjëra për habi menduar se do na kushtonin më shumë se realisht për i marr. Kjo sallame jo frutadeti. Me kushtuan të gjitha 70.000 lekë, më duket vetëm, po 75.000 lekë kushtuan. Edhe kështu do të vendosme për vende, shpejt do vendos mishin e viçit për të zjerë dhe do gatuajmë ramen. Gjithashtu do t'ju them edhe një diçka që na ndodhi dje në darkë që na ka trembur shumë, por në fillim do të rregullojmë pak vendin, do bëjmë për të ngrënë, se jemi shumë të uritur. Dolëm me Alvin, shkuam pak tek tregu, e kështu morëm me këto punët e të dielës. Dhe bleva 2-3 kanatiere sepse realisht ka ardhur dimri dhe duhet që të vesh kanatiere poshtë. Edhe kështu jemi marrë sot me të dielën, e morëm avash. Edhe do vendos këto për vend dhe do nisim që të gatuajmë ramen. Do bëj një reel që do ta hedh në Instagram që ta keni më kollaj, dhe të shndroj aty gjithmonë receta dhe gjithmonë kur doni ta gatuani t'i ktheheni videos. I sing this softly to myself. I'm buried beneath the sand. Okay. There's no way to speak. Show Sunny? Jo, Sunny, ja. Prit. Okay. Sunny. Një, 2, 3. Bravo, Tony. Bravo, Tony. I'm singing this song to myself. I sing this softly to myself. Përshëndetje, këto janë gocat e klasës sime. Kjo është Raimonda. Përshëndetje Raimonda. Shikoni sa e mirë që është veshur me pantalona kafe, me një pullover sa më cozy, me çizme të shkurtra. Kurse çanta Raimond ka dhe një çantë të bardhë të madhe. Kjo ka kombinuar po dhe rrëmujës. Kurse kjo është Romina. Hello Romina. Si ylli është shumë bukur. Po. Ylli paskën. Përshëndetje, kjo është Elona. Hello Elona, çfarë ke veshur sot, si e hën? Një pat jeansë, një mish të Zarës, Po. jaket. Elona qep edhe roba, është roba qepse. Edhe ke qepur ndonjë gjë nga këto vet? Jo. E mirë, të mërkurën më premton që do kesh diçka që ke qepur vet, ta tregojmë këtu? Okej, Elona.
Edhe çantën. Po. Çantën, zakonisht është çanta që unë përdor më shumë në Okej, shumë nice. natyrë sportive. Shumë nice. Më pëlqen. It's like a riptide on the inside. Keep it together, man, you could drown in those blue eyes. No, jam në shtëpi She tani. said, hey you, isn't it Isha funny në shkollë, si how që we patëm, always do seem është to të meet moja, at nuk every ka place përsa in më town? shumë nga I must be tekë, lucky. sepse e di që ju pëlqen dhe ju frymëzon, të paktën edhe mua më pëlqen që të filmoj sa më shumë dhe nëse keni vënë re. Jam shumë aktive këtu në YouTube dhe ndihem shumë mirë dhe kuptoj se sa shumë dua që të bëj video dhe dua që të flas me ju. Generalisht më konsideroj shoqet e mia, nuk e di se si ju vjen ose në qoftë se më ndjeni si të tillë, por okay, unë e di që shumica për jush më ndjen. Edhe unë dua t'ju them që edhe unë ju ndjej si shoqet e mia. Edhe dua që kur të më shikoni në rrugë, të më flisni, të më përshëndesni, sepse nuk e keni idenë se sa shumë krenare ndihem për YouTube-in, krenare ndihem për gjithë këtë gjë që kemi krijuar. Edhe doja që t'ju tregoj, sepse thash dije që më ndodh diçka e çuditshme, par dje në darkë, pam se kam dhe frikë se s'më ka ardhur akoma Alvio, po e pres, edhe kam hapur dritaren që të shoh kur të vi, të vjen për 5 minuta, edhe dje në darkë, dje në darkë, më falni, pam filmin The Conjuring njëshi, u inspirova sepse pash 4 që doli para një muaj dhe thash të shohni njëshin, sepse nuk e kisha parë me thënë të drejtën, edhe okej, e pash, nuk ose më duk shumë i frikshëm, nuk ose u trëmba. Edhe po e diskutoj edhe me Tulën, e më tha Tula, ha si të duke, i thashë, normal nuk më duk shumë i frikshëm, por thjesht më ishte fiksuar ajo ora 3:07 që ndodhin ato, nuk e, në qoftë se e keni parë, më falni në qoftë se nuk e keni parë, sepse nuk kam se si t'ju shpjegoj, thjesht në orën 3:07 ndodhin gjëra jo të zakonshme, sepse nuk dua t'ju tremb. Edhe po flasim për një film horror, merreni vetë parasysh çfarë ndodh. Edhe ditën tjetër, domethënë fjetëm gjumë, më zuri gjumë direkt, nuk e mendova më filmin, sepse thashë nuk më duk shumë i frikshëm. Dhe po shikoja një ëndër, sikur isha me Albin në astir dhe fluturonte makina e gjëra kështu. Edhe u zgjova dhe kisha më ikej në banjë, në tualet, dhe i thash Albis të lutem, zgjodha Albin se ishte në gjumë, të lutem Alb të më shoqërosh deri në tualet sepse kam shumë frikë që të shkoj vetëm. Edhe Albi gjithmonë nuk ma prish kurrë se ti je unë, se jam ik vetë atje, mos më shon nga krevati. Edhe erdhi Albi, tha po të shoqëroj unë. Edhe po më priste aty se kdera. Edhe okay, dhe më tha Albi, mua prit tani, më prit edhe ti sepse do shkoj edhe unë në tualet. Edhe unë nuk e prita, se unë nuk jam si kisha frikë të rria në korridor vetëm. Edhe unë nisa për tek dhoma, dhe kur ne telefoni nuk e mbajmë asnjëherë tek koka, sepse unë nuk dua që ta kem tek koka të paktën, ne mbajmë gjithmonë edhe në bateri kur kemi prizat. Edhe telefoni ka qenë diku këtu. Telefoni Alvia, se telefoni ka qenë ana tjetër. Edhe erdha nga salloni, erdha këtu, thash të shikoj një herë orën, thash, edhe kur isha në tualet po mendoja atë orën 3:07, thash, kush e di sa do jetë ora. Edhe shikoj unë orën 3:40, edhe kthej prap telefonin që ta shikoja mirë 3:40, e jepat ka kaluar, thash me mendje çdo gjë e keqe. Edhe vi ulem këtu tek krevati, shtrihem, edhe Alvë bërtet nga ndej, thotë Reja, thotë pse i fike drita të Reja, dhe mendonte sikur unë po luaja me atë. Edhe vjen e rësirë, sepse ne kishim mbyllur çdo grill, nuk kishte, e mbyllëm natën në grillën dhe nuk kishte fare dritë, edhe mezi vjen këtu, e më thotë mua pse e fike dritën, i thashë nuk e fika dritën. Jo e fike, më tha, nuk e fika për kokën time, i thash ndis dritën ta shikoj, se mendoja sikur ai po talli me mua, dhe ai mendonte sikur unë po tallesha me atë. Kupton ajo? Edhe i thash ndis dritën aty ta shikoj. Edhe aty e kuptoj ai që unë e kisha me tërmet që unë nuk kisha fikur asnjë dritë. Edhe provon Alvio, nuk donte ta ndiste sepse kuptoj domethënë që diçka nuk po shkonte. I them unë Alvio, të lutem ndis dritën, edhe provon, nuk kishte dritë.
ishin fikur, do më thënë u fikën direkt atë moment. Edhe shikojmë jashtë në gjithë kompleksi drita të fikur, asnjë dritë. Ishte super e rësirë, se këtë të domë se e mbajmë hapur grillat, thjesht kemi bërë pak më të herët sa ato të salonit. Edhe Alve shkon pak në kuzhinë me telefonin, shkon në kuzhinë që të pi ujë dhe kthehet në krevat. Edhe unë nuk ose kisha nuk pata fare frikë, do të thotë çdo gjë ishte okay dhe më thot Alve shiko sa është ora, më drejton telefonin dhe ishte ora 3:07. Nuk e keni ide sa jam trapur. Nuk e keni ide sepse ju betohem që e pash orën 3:40 dhe ndoshta ka qenë 3:04, do të thënë 3:04 dhe më shkryuar ideja se ka qenë 3:40, thjesht u qetësova atë moment e kur pash 3:07, sikur u bë atë moment, do të thënë u fikën dritat që edhe erdhën direkt dritat kur Alvio më tregoi telefonin. Do të thënë ishte një diçka, nëse keni parë filmin, besoj se ka vend për të friksuar. Edhe më zinte më gjumë më Alvio në zori gjumi, si ka fjetur, por më tha ditën tjetër që edhe ai kishte shumë frikë, po thjesht nuk tonte ta jepte veten. Unë 2 orë nuk kam fjetur fare, aq frikë kisha rria kështu. Shikoja ndej. Edhe se ti më jep një ide, pse ndodhi kjo gjë? Okej, është edhe mendja që do të thënë i shohim gjërat me më shumë interes, kemi frikë, edhe mendja na punon ndonjëherë lojra, por ju thash që e pash 3:40 dhe pa pritur më tha Alve që është 3:07 dhe ma tregoi orën. Kuptoni? Prandaj u tmerrova dhe kjo ishte historia ime. Jam tmerruar shumë, edhe dijem tmerruar shumë. Edhe sot kam frikë që jam vetëm, edhe ky është një sinjal që unë nuk duhet të shikoj më filma të tillë, sepse nuk i përjetoj mirë. Edhe më thonë që se besoni tek këto gjërat që ndonjëherë nuk i japim dot shpjegim ose energjisë negative, se normale kur ne jemi pozitiv, mendojmë pozitivisht, normale që treqim energji të mirë, mundohemi gjithmonë për mirë. Dhe kundërta, kur treqim energji negative, gjërat nuk të shkojnë mirë. Edhe kjo ishte historia ime e vogël. Nëse se ta marrë kështu, do të thënë, është vërtet shumë e frikshme. Ta marrë, unë nuk, se njëherë shumë e rëndësishme, sidomos tek pjesa kur ka goca që bëjnë video në YouTube dhe tregojnë histori, tregojnë story time, ku ta di unë është kjo, do të thënë, dyshimi, jam e sigurt që shumë për ju do thoj Rea sapo e shpiku këtë historinë, por ju betohem për gjë më të shtrenjtë që nuk po gënjej, është madje tregova edhe në mënyrë më fani, sepse realisht jam trembur shumë, edhe dje gjatë që ditë edhe sot jam në trembur edhe që jam vetëm shumë. Shkëndi. Por çfarë mendoni ju? Jam shumë kurioze të lexoj komentet tuaja. I jepni dot shpjegim kësaj gjë, sepse pyeta ca shpedis, se më tha që nuk e jap dot shpjegim. Është thjesht ndodhi dhe të bëj si të jap në një arsye shkencore, tha nuk e jap dot. Prandaj edhe unë tha po të isha te krevati të kisha frikë. Domethënë sot sikur dhe ChatGPT ishte njëri, por çfarë do të thonë ju ankova, normale që do më përgjigje si tillë. Por nice, jam kurioze që të shikoj edhe komentet tuaja. Kjo ishte historia ime. Horror. Falni nëse ju kam trembur. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming